Viti Hoti, Greta Bardelli, Ramadan Likaj, Ndoc Ashta, Ludovik Hasani, Lilian Idrizaj, Ted Kopliku, Arben Lushaj, Matilda Matia, Senada Mehmeti, Gentian Doj, Elmira Andreveshaj, Aurel Markaj dhe i fundit, por jo më pak i rëndësishmi, Bardh Spahia. Disa prej kandidatëve për shkak të takimeve elektorale nuk mund të ishin sot prezent dhe ju kërkojmë ndjesë për këtë. Tani, ju e dini që është momenti t'i jap fjalën liderit Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha. Qytetarë dhe qytetarë të Fuks, vëllezër e motra, zonja e zotëri, një përshëndetje të përzemërt dhe vllazërore për të gjithë ju që jeni në këtë shesh, për të gjithë banorët e këtij qyteti dhe të këtij rrethi, për të gjithë banorët e qarkut të Shkodrës, kudo që janë sot në këtë qark, në emigracion, diaspor dhe kudo që ndodhen. Një përshëndetje të përzemërt kam këtu për udhëheqësin politik të qarkut të Shkodrës, zotin Luciano Boçi. Kandidatët tanë për deputet në Puk dhe në këtë qark, të cilët janë sot krenari kombëtare. Një përshëndetje për drejtues të Partisë Demokratike dhe në veçanti për dy kryetarët e bashkive demokratike. Të Pukës dhe Fusharësit. Miq, pas se të fillojmë të takim elektoral, ju ftoj të nderoj me një minutë heshtje, një burr të madh të njerëzimit, një mik të shquar të kombit shqiptar, Papa Franceskun, i cili u ndas sot nga jeta. Krishtrimi, mbar njerëzimi, shqiptarët kanë humbur një kolos të mendimit, të besimit tek Zoti, por dhe të dashurisë dhe respektit për njeriu. I përjetshëm kujtimi i shejtërisë së tij, Papa Franceskut. Të dashur miq,